edhe sa shërbehen udat ose sa paka shumë i praktikojnë udat hala. Do me thonë, veç mashtit ka nejtë me udë gratë ju? Jo. E pse u kun e ndalume për gratë me nejtë na për uda? Po pse tradita shqiptare, gratë atje i kanë pas detyrat e veta me përgatit bukën e ato. Tani, mas 2008-ës, nuk e di tash me cëllën datë, por mas 2008-ës a ndërtu kjo udë edhe njëherë që shakon në fillim. A kun gjithë një që ka shërby në uda, ideal. Po gjithë një që ka bo hizmet. Ka bo hizmet. Qata që kanë marrë pjesë në për oda, ata ja din shumë rëndësinë e odës tash. Një njeri si ka arë në kanak në tonin, a i kur nuk ka dalë pa hangër një copë bukë. Përshëndetje mislimi dhe shikus të shqiptarë që krejnë nga onar lindje. Sot dinon fshatin Latkoc, jena në odën e Ismet i Emin Muratit, ku këtu me mujen edhe familjarët e Ismetit ose pasarës të Ismetit, janë pashtu dhe do bashkë fshatarët të këtij fshatit që sot jena të thirrëm në këtë odë, e paka shumë jena me të regu se për çka kanë shërby odat në atë kohë, edhe sa shërbehen odat ose sa paka shumë i praktikojnë odat hala. E nisi pima vjetër paka. Basë është jena? Mirë. Vesh njetë? Po i mirë. Familja? Krejt. Si gjalliri? Po. Edhe pse mos ka hije mund në ballë të gjakut, po mos e mos afer pa ata që më respektu, mund në ballë të gjakut. Është në era respekti. O zoti po ftyrie. Po na tregon pas në atë kohë për çka kanë shërby odat. Po në atë kohë odat ka shërby si ndeje, ku kanë najtë burët, janë ardhur mysafirët, miqt, nipa, dajë, gjithë, a kanë si veshavak, edhe Jënë mbledh keq të. krejt mashtit kanë najtë në odë. Do me thonë, veç mashtit ka nejtë në odë gratë ju? Jo. E pse u kun e ndalume për gratë me nejtë na për oda? Po pse tradita shqiptare, gratë atje i kanë pas detyrat e veta me përgatit bukën e ato gjonet cilat janë, e këtu kanë najtë veç burat, është bisedu për shumë gjona, si për atë vaje, si për punë, si për gjë të mire, po të shqiptare. Do me thonë që të më bu ato është nisë, paka shumë na për oda o nisë edhe liria e Kosovës. Me djemë që i kena pas ma të mirë t'i venit. Që sot janë dëshmora ata janë sebeb që na sot e gëzojnë lirin. Si ata që janë gjallë, si ata që janë në vdekum tashmë. Tregom, mase ti je djali kësaj shtëpie, kallëzona paka shumë që sa ku është oda. Oda është para lufte, e njëjta që është sot, tani në kohën ku lufta ku ka ndodhur në Kosovë, këtë Kosovën edhe në fshatin Latkovc, a kone djegon këtë shtëpijet oda, edhe kjo odë a bon natë të dytën a ndërtu për herë të parë, tani o kallë, tani mas 2008-ës, nuk e di tash me cëllën datë, por mas 2008-ës a ndërtu kjo odë edhe njëherë që shakon Në fillim. Tregom, çfarë ngjësia është me pas odë, që na që jetojnë në sheher s'kena oda. Unë tash për veti si grupetar, ku marrë shumë pjesë në këtë odë, në gëzime familjare, darsma, fjallë nuse, thënë po, edhe jenë majtë në kujshive i kanë majtë në këto oda, si ku jem. Edhe tash une si grupetar e kom pas një knasi shumë nalë se këtu jenë në atë kohën ku e kena pas pleqët e tonë, ka një farë knatësie, ka një farë lezeti me najtë në këtë odë, me një fjallë burve, fjallë nërshme, fjallë të mira, kështu si në përgjithësi une si fëmijë gjithmonë e kujtoj edhe si knatësi, lumturi e çdo të mirë që kom përjetuar në këto. Vac, tregom, fëmijët e kanë mina për oda. Fëmijët e kanë mina për oda. Po i kanë lanë me një fëmijë, se kanë dëgju fjalë të mira, kanë dëgju fjalë të respektueshme për me ndërru ma tjetër, me respektu ma tjetër. Po i kanë lanë. I kanë lanë. Ku jenë kanë ato raste që kanë e bisedë ma rëndë, do thot i kanë largu, e po bojnë në nërë. A u kun gjithë një që ka shërby në oda, një djallë. Po gjithë një që ka bo hizmet. Ka bo hizmet, gjithë një ka pasë që një shërby s'ka bo hizmet. Dhe tregom, në këtë odën e Juve,
Se e dim që Oda Koxhani fa shkollë është. Po, është shkollë Oda. Po, gjitha të mirët. Për para ma shumë se një mësuna për Oda se në shkolla e dika tjetër. Po. Mësa e dion. Por Oda në kretë fshatat kosovare jenë kanë shkolla për rinin, për tonë popullin kosovar, katonar, jenë kanë Oda qka jenë kanë marrë mësimin, respektin, nërimin, dhe gjdo pjesë tjetës qka e kena pas për para nesh, dhe thonën me popullin, me bashk familjar, dhe gjdo pjesë popullit shqiptar, dhe thonën kanë Oda shenj e fakultetit, për mendimin tem tash në atë kohën. Ma shumë se një fakultet në duket. Por tash qata qka kanë marrë pjesë në për Oda, ata e din shumë rëndësinë e Odës tash. Si rinia tashmit, si është për shembull Oda rinijës sotshmit është kafja në për kafeteria. E përpara kanë Oda i në ledh jo veç familjar, po edhe krejt rrethi i katunit, do me thonë në fis shak i pas, a ardë nord edhe musafirët jenë prit me buk, me të në të mirët, jenë kanë, do me thonë, një njeri si ka ardë në kanak në tonin, a i kur nuk ka dalë pa hangër një copë buk me nëru atë njeri me pritë mirë, edhe kjo kanë tradit, që ka më krynu edhe unë në Gjermani atje, me këtë tradit edhe Gjermanët më kanë pasi qëfar, se na në babën e kam në Gjermani atje, që pi vitit 70 a 72-ën që shto që është në Gjermani, edhe kështu si a i sa hera ardhë këtu, ka prit gjithmonë kanë kjo Odë e mushën që në ardhë me vizitu si grupet qarë, edhe i ka prit gjithmonë me plot knasi e lumëtëri. Pas regona thashti, sot sa vina për Oda, sot sa rina për Oda. Sot shumë numër i vogël është që i vizitojnë Odën Kosovë. Numër i vogël. E pse ka hup kështë kuptimi thash? Kuptimi jo se Oda jenë normal çdo herë legjendare, po pse sot këta trit nuk i dojnë Oda? Si më herë? Nuk ka që nuk i dojnë, trit janë gjithë jashtë janë dalë, dhe nuk ka posh vetëm, a mu i më najtë me qëtë lotë? Ja, s'ma nëjtë. Jo. Që sot i artim, musafir, e tjetër, që sot rritë, e nuk ka qenë që shojnë, në për Oda tashti. Veç ka jetë si muze për në i rast gëzimi këtu, o të talla në i rast edhnimi, që i kryme se nëse. Edhe sa shërbehen Odat, ose sa paka shumë i praktikojnë Odat hala. Do me thonë, veç mashtit ka nejtë në Odë gratë ju? Jo. E pse u kun e ndalume për gratë me nejtë na për Oda? Po pse tradita shqiptare, gratë atje i kanë pas detyrat e veta me përgatit bukën e ato. Tani, mas 2008-ës, nuk e di tash me cëllën datë, por mas 2008-ës a ndërtu kjo Odë edhe njëherë qusha konë në fillim. Po kun gjithë një që ka shërby në Oda, një djollë. Po gjithë një. Që ka bo hizmet. Ka bo hizmet. Qata që ka kanë marrë pjesë në për Oda, ata e din shumë rëndësinë e Odës.